keni më pak se 15 vite kontributive në Shqipëri dhe dëshironi të aplikoni për pension pleqërie? Nëse nuk i plotësoni numrin 15 të viteve kontributive, ligji shqiptar ju jep një mundësi përmes njohjes së viteve të punës që i keni realizuar në Itali apo në shtete të tjera me të cilat Shqipëria ka marrëveshje dypatëshe. Por kujdes të nderuar miq, procedura nuk është automatike, që do thot jeni juve që duhet të plotësoni në sistem dhe të zgjidhni vendin ku keni vitet e punës dhe të ngarkoni dokumentin që vërteton vitet e punës që keni realizuar në këtë shtet. Dhe nuk është sistemi ai i cili ju identifikon vitet tuaj ku i keni realizuar në shtete të tjera. Nëse nuk e deklaroni, këto vite nuk do të merren në konsiderat. Mos i lini pa bërë verifikimin e duhur, pasi një deklarim i saktë jo vetëm ju ndihmon në zgjidhje e problemi, por njëkohësisht ju ofron mundësinë që të përfitoni një pension pleqërie në Shqipëri me numrin e viteve kontributive që ju keni. Na shkruani në koment të nderuar miq, nëse keni vite pune për te Shqipërisë. Dhe njëkohësisht, unë ju ftoj të abonohen në kanalin tim në YouTube të Uta Nune Kortoçi për të mësuar më shumë për pensionet dhe të drejtat tuaja.